Kur marrin thirrje të tilla, zjarfikësve që janë në detyrë, në ndihmë mund të ju dalin edhe zjarfikës vullnetar. Në këtë marrëdhënie, Prishtina është bërë me shoqatë të vullnetarëve për zjarfikje dhe shpëtim. Prej rritjes së popullsisë deri te zgjerimi i infrastrukturës kërkohet që të jemi në gatishmëri të përhershme edhe për situata emergjente. Prandaj, këtë shoqat e shoh si një shtyllë të rëndësishme e mbështetëse. Hap të rëndësishëm në forcimin e sigurisë publike, formimin e kësaj shoqate po e konsideron edhe drejtori për siguri dhe emergjenca, Lulzim Fushtica. Siguria dhe menaxhimi i emergjencave nuk janë vetëm përgjegjësi e institucioneve shtetërore. Ato kërkojnë një përfshirje të gjerë të komunitetit dhe një bashkëpunim të ngushtë mes institucioneve dhe shtetarëve. Efikasitet më të madh me ndihmën e vullnetarëve po pret të ketë komandanti i brigadës së zjarfikësve të kryeqytetit, Mal Gashi. Shoqata vullnetare dhe zjarfikësa që do të jenë vullnetar nuk është vetëm një detyrë, është një mision i gjerë i të cilë duhet të tregojnë gatishmëri, guxim për të realizuar të gjitha detyrat që i kanë para vetes. Numri zjarfikësve në Prishtinë aktualisht është 83.